Po edhe Ballukën e kanë lënë tira ata, hetimet vazhdojnë. Jo, po ka një gjë. Sepse këto arrestime, unë jam dakord me ty, dhe duhet luftu korrupsioni këtu. Po unë kam frikë se Spaku më shumë se po lufton për të vendosur drejtësi, po lufton për një imazh. Për statistika. Për statistika. E ka dhe atë. Po dhe kesh Veliajn, ke qoftë dhe Metën, ke dhe tjerë që po rrin burg për kohë gjatë dhe nuk kanë akuzë, sepse dhe nuk kanë procese, po. Nuk kanë procese, sepse ç'është ky nxitim i madh arresti. Demalia, ka një gjë. Unë jam dakord me këtë logjik. Apo për show, unë jam dakord me këtë logjik, por ka një gjë, ti si ekzekutiv. Dhe këtu e kam dhe me kryeministrin një kritik direkt ndaj tij. Sepse edhe media inflacionon shumë, për shembull, as diskutohet që ka korrupsion në Shqipëri, po që Balluku ka marrë $50 milion nga tuneli Llogares dhe i ka fut në xhep. Mirë, se kjo nuk e besoj. Balluku ka 323 apartamente, as këtë nuk e besoj. Jemi një ngjaci vale këtu. Dhe ky lloj inflacionimin, ky ushqehet edhe nga mënyra se si vepron Spaku, dhe pastaj krijohet ky konflikt midis institucioneve. Edhe un kam qenë kritik dhe jam që SPAK orientohet drejt fitoreve të shpejta, që do thot e kap një individ, e fut në burg edhe në fund të ditës procesi gjyqësor zgjat 2 vite dhe mund dali dhe i pafajshëm. Pra orientohet, e ka këtë. Nuk po themi që nuk ka të meta. Nuk po themi që nuk ka probleme. Absolutisht. Por ka një gjë, Partia Socialiste ka qenë ndryshe nga Partia Demokratike. Dhe ku ka qenë ndryshe? Pikërisht sepse mbronte politikisht, por nuk mbante dhe nuk bënte veprime të tilla. Ka patur deklarata shumë të ashpra nga zoti Rama pas arrestimit të zotit Veliaj. Madje kjo që bën reagim faktori ndërkombëtar është reagim shumë diplomatik. Unë ju ktheva, sepse isha në një studio tjetër televizivi ditë më parë, ju ktheva reagimeve që kishin bërë ndërkombëtarët dhe Komisioni Evropian për deklaratat e zotit Rama pas arrestimit të zotit Veliaj, ishin deklarata shumë të forta. Ndërsa në rastin konkret kemi një gjuhë tipike diplomatike. Pra që nuk është aq situatë problematike, por do ndalemi dhe atje. Por ka qenë ndryshe Partia Socialiste me drejtësinë. Pra mirë apo keq, me gabime apo pa gabime drejtësia, ka qenë ndryshe. Ka qenë ajo që ishte në një epokë të re, me një qasje të re nga opozita. Ndërsa unë shikoj që me këtë shtërngim të radhëve, me këto deklarata, zoti Rama duke sigur po paralajmëron një qasje konstante që çdo kërkesë që mund të vijë nga drejtësia do përballet me rezistencën nga ana e parlamentit.